Përshëndetje Marakli, sot të flasim për mollën e egër, të cilën unë po vazhdoj ta mbledh dhe pas 2 muajsh e kemi gati ufullën e cila shëron gjithçka. Por vetëm se kujdes, mollat për ufull duhet janë 100% të egra, të pa stërkatura asnjëherë me asnjë lloj herbicidi, që vërtet kemi bërë diçka me molla bio edhe uflla do t'jetë 100% vërtet e mirë. Mos e shi sepse molla është kështu, shive, sepse merr dora 10-15 kokra nga këto lloj molla. Po në qoftë se këto bëhen edhe me pika kështu, ja shi si ka vazhdu të qaj, e hanë dhe grethat, ajo është 100% e pjekur, edhe mendojmë se do na jape një ufull vërtet mirë. Këto do të grihen me thik, do lahen dhe do grihen copa gjitha, dhe mos e shif nga bukuria mollën, por tjetë vërtet pas një lloj ilaçi dhe pa asnjë lloj plehra kimik, e çdo gjë tjetë natyrale, siç që ka bën natyra vet, ashtu ta lësh. E mirë. Ja, po ta shofish e ngacmojnë gretha të shiosh dhe pjekme. Kjo është mollë fantastike. Shish. Ma 10 kokra do është vërtet krije vepër. Cimet kemi vetëm 6 arka, do bëjmë pak as 30 litra. Ato që do e bëjmë të sakt.